Të dashur qytetarë dhe qytetare, zgjedhjet e 11 majit morën damkën përfundimtare si një farsë elektorale në një raport prej 45 faqesh. Faqezit dhe kriminalët që dhunuan ato zgjedhje dhe i shtruan në farsë refuzuan qoftë një debat për raportin e vëzhguesve ndërkombëtar për zgjedhjet në parlament dhe tani shkelmojnë një të drejtë kushtetuese të atyre që përfaqësojnë qindra mijëra shqiptar me votë të dhunuar në këtë vend. Ky është një akt ndër më të rëndë në historinë e vendit dhe unë ju garantoj ju se ne do bëjmë çdo betejë për të rikthyer votën e lirë dhe se për këtë vendim ju vetëm sa firmosti fundin e këtij parlamenti. Ne nuk kemi njohur zgjedhjet, ne nuk kemi njohur rezultatet e tyre. Komuniteti ndërkombëtar i damkosi ato si zgjedhje që shkelen në mijëra raste ligjet e vendit, që shkelen parimet më themelore të zgjedhjeve të drejta, që përdor të gjithë mekanizmat e një diktature autokratike për të deformuar rezultatin. Dhe tani keni frikë nga ato mijëra fakte që ne disponojmë për t'u paraqitur shqiptarëve se si ishte farsa. Dhe ju besoni se duke na bllokuar ne të drejtën kushtetuese do mund ta kapërcojeni këtë? Kur jo. Ne do u përgjigjemi. Faleminderit. Faleminderit. Kalojmë në pikën tjetër të rendit ditës, raporti veprimtarisë komisionerit për mbikëqyrjen e shërbimit civil për vitin 2024. Në mbështetje